se çka tash unë mendoj për Vjosa Osmanin si personalitet politik është tjetër temë, por strategjikisht edhe ky afrim i lidhjes demokratike të Kosovës me Vjosa Osmanin në këto rrethana nuk është që diçka që duhet të kritikohet, për shkak sepse ne gjithë po bëjmë thirrje për bashkim të një frontit të përbashkët kundër pushtetit të Albin Kurtit. Gjithë ne po thojmë, atëherë se nuk ka metodë tjetër, nuk ka mënyrë tjetër sot në çdo rrethana për ta sfiduar Albin Kurtin pa forcimin e një uniteti brenda subjekteve opozitare. Njëtën kohë me shoh shumë më të pjekur politikisht si veprim sesa qëndrimin refuzues të Partisë Demokratike të Kosovës kundër zotit Limaj. Do të flasim për këtë temë. Dhe në këtë drejtim do thotë, kjo përçarje e re edhe me zotin Rama nuk i nevojitet të lidhjes demokratike të Kosovës, por vetëm po flas për mënyrën se si mund të shfrytëzohet politikisht në çdo rrethana nga lëvizja vetëvendosje që mund të rikthehet në bumerang për pjekjeve të lidhjes demokratike të Kosovës për të këndell nga trauma elektorale që e ka psuar sidomos me 28 dhjetor. Sepse e verifikuar katërcifrisht është. Trajektoria e lëvizjes vetëvendosje shkon paralelisht me të kurrin elektorale të lidhjes demokratike të Kosovës dhe ndër arsyet kryesore pse ndodh ky paradoks është zakonisht kur krijohet një lloj perceptimi i madh në opinionin publik në atë që thash se si LDK-ja nuk po mund të shkputet nga PDK-ja.